nasradnji. Ir po međutate djushim единте визионите на насрадните, кои масјаронте правилно. Прикер е ранивите моли, киште ги чеши иронике, на кои това се сопа. Но бул тако пјој. Не можем да го купирам, деда. Најубаво се смееше тој. И кај насраден беше визионер и знаеше како паѓа зидовите и кој треба да крепи кој. Ама насраден и сега знае и да ред. Да. Единствена личност која живее милениумски години. Овој зид е уште колку години ќе натера насладен да го крепи. Се многу. Кога Господ реши да го создаде светот, не мислише дека ќе прави и наслади. Кој се створи? Има и некој друг кој имат водите. И сега не знаеш по кој пат да тргнеш да кредеш, дали можеш да го осознаеш вистинскиот. Ама насраден си го знае пат. Тој си го одбра најинтелектно. Ете, тоа е природата на насраден. Што мислите дека станови ќе имат зидови и нема да паѓат? А веќе паѓат. Нема луѓето да живеат отворени со зидови. Нема. Ке чекаш, ама не. Сето тоа ќе се исплати. Да, ќе се исплати. И во љубовта има чекање. И тоа какво? Има. Има чекање и тоа какво? Чекање. Еден мој миленик напишал пак пролет вечер, улица пуста. Ти чекаш веќе 10 лета, 10 години, се вртиш во круг, но нема. Чекай. Така напишал мојот пријател. Нема да мине Маргарета. А знаете за кој се работи? Блаже Коневски бил го прав. Нема. Нема да мине. Ќе те врзат, ќе ти дадат нешто. Ама речи си надеж дека биде, чекај ти. Ама, шо ако чекаш? Ама за се има излез. Чекањето нуди излез. Не можеш. И да е врзано зад зидови, за не знам како. Чекањето прави задоволство. Cuando nos apartamos de personas complicadas hasta la salud mayor. Надежда.
E questa Spagna la vida, убави спомени за чекањето. Hasta la saluda. Ама Баџа Конески знаел дека зидовите ќе паѓат. И им препорачал љубовта е сила. Ја ценат само оние кои знаат дека постои. Да. Ја ценат. Сега ќе чекам. Што да правам? Заедно со вас. Atiku menutet untuk jalan periksa terorisme eselon rendem nos vemos lá que no caso lindo em Herviu vendeu que essa betas consistentes e betas fortes esse é a consciência nela deixaram dat is zo met de Amsini, de zero wat ik speel, dat je het briefje, wanneer je ziet het, ook in ons paper, programma theater. Kakon dat je stoot van het wagen dat voor de kanvas. Kakon dat regels. Куши, подстеет. Пора туда самай, толком, террена, мендина тофела, террена, настесиме, а так и мендонке, que passa de cidade. A teoria, no campo da definição parece que um dom de escape é da fascismo, deve nunca elemento de unir da teoria, mas até capacita da eleição. As principais guias da Mastrini, aí ele dominou. E as coisas normalmente voltam a ficar a fundo e assediado Camar, assim, e da pirâmide que escrevem, pode tirar. Se quis na ele parte, pode ser. Não está escrito assim, candidato a vai. Por quê? Não está a fazer sapato para ser escrito, para ser sua representação, da teoria que tem que quer. Assim, caminhamos, leniego, se for para nesse prisma, se interessa, está se não tem. Da teoria para a âmbita realizadora, vem da China, mas não tem. Ko se prikja, është mashtrim. Si kur të tërë që të kënë periodën që do të vidë, do të këthejë, do të ishte një koncept i vetës, që do të mundet të splahet kur kjo realizim i papat, do të thoja, është. Shumica edhe të që duke të shakje, que é maravilhoso, por ninguém vai ter que não quer me falar, mas cá menino que já fica que a forma da passa blenda por ele me falar, para não blenda me falar, ela está com problema aí, provavelmente
Rohan isteeko, se sapun baveta kimi ma nuk pas interes për mua, pak nga pala tjetër. Dashuria ishte e verës, dhe nuk ka vështim manë, dhe kështu të ndonë një kamë të të pak, u lupa ju ishte vere nema, dhe ka plot të drejtë, që to, kështu të shtë. Edhe se ti me ndonë se dashuron, e gjitha e shkon e kohës. Imi kujmë njërë në fase, dhe mos të dashurojnë dashuroti. Dashuroti, vazhdimisht. Ne me që kemi rogër të dashurit. Dhe kishte të drejtë, di kujmë, që tha kështu. Të e nuk shkuqe mas pak, sepse dignitet një më shpasër. Nuk lejë mas pak për para kujtë, sepse ti këmë këmë mashtuar për shkallë dashurit. Kanë qenë konsistente dhe lutë sotin që të bekojmë të njërë që i kam dashruar. Ska qëllë? Do e vëtë dashurojmë sepse jetë është dashurit. Nëse vërtër vdekje ta, ka dashurit, ndohë të tjeru. A ka njëru vdekë. Vdekë, vdekë. E kam të qarë se i duke këshudimi stave të thonë e ky në lorë me të. Jo, nuk ju lorë, as pak. Nuk ju lorë. Në qofë e njëni nga shudimi njësë, do ta njëni dhe vetër, do ta njëni dhe zotën. Në qofë e nuk njëni nga shudimi, njëni as dhe vetër në zotën, që du të një zotën, nuk një as dhe vetër. Kryus. Në jenë qëtë që disa dhe prekin nga kjo, po, të prekin dikush e di. Po në prekin. Në qëtë të kam dërë prastinë dhe akurit, në qëtë dënimi. Sepse vetë mashtrimi i dikujt në dashuri është dënimi. Kështu është pra. Dhe të dikush nuk të više vjere nema. Tako te moj prijatelj od Hrvatska kampala. Upravo je. Potpuno upravo. Ako čekanjето je padan za da se dobije kvalitetna ljubav i ako ljubavta je cena puno kako zabava i kako nešto što može da se kupува sa пари, тогаш чекањето што е? Што е, мили мои, чекањето? Има ли чекање ако се купува нешто? Нема. Нема ли? Ама, тие што знаат да чекат, знаат да ценат ljubовта. Чекат и покрај сите тесноти, и покрај сите галами, и покрај сите притисоци, чекат. Не им се случи нешто прекрасно. И овие луѓе живеат во ваков хаос, ама чекат. Чека! Затоа што знаат дека љубовта е резултат.
Ама понекогаш знаат да те ценат како лудак ако чекаш да љубиш. Нека ценат. Чекањето дава резултати, без разлика колку и да е оваа дружба. Живеат во хаоса, знам да љубат. А на љубовта му се забива ножот. Затоа што често ги ти речат, еј, што е толку важно, ти што си запнал со тоа? Па може да се купува со пари, ама не. Не се купува со пари. Пробав еднаш тоа да го направам. Ама знаете што? Другиот ден повеќе не ме познаваја. Бев странец. Да. Бев странец. Не ме знаеа. Како да не постоев. Даваш. Ама дали некој признава дека навистина вреди да се чека за вистинска љубов? Чекај. Чекај и чекај, 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 чекај. Историја. Цела. Овој човек цело време само ме предупредува од целото мој да сум чекал. Ма нема. Па уште ми го покажува и бродот, кај што е уготвен. Ама да се чека на kopno е малце позорт. Пиратскиот живот. А може само насрадин да го разбере тоа. Не знам колку ќе можам да дојдам до настрадин, ама не ќе можам да дојдам до настрадин. Ме оддалечува затоа што јас можам да чекам, не купувам ништо. А настрадин, знаеш, па ги лаже да ги тера над зидот да седат, да чекат дојдето и му... За него тоа е историја. За мене е хистерија. А тешки ги се, тешки налозите, нели? Тешки се. И мојот пријател Конески така ја ценеше исто. Затоа што знае што носи чекањето. Прекрасен човек бил. Ама тие кои не чекаат, секогаш тие што чекаат ги прогласуваат за не можам да кажам ништо, подобро да не кажам. Ама се чека. Јас знам се чека и на семафор. Да, и таму има чекање. И таму има чекање. Има и таму чекање. А ако поминеш на црвено, ако не чекаш, не сакам да кажам ништо. Што ќе ти се случи? Ама, се исплаќа. Не можеш да настрадаш на семафора, кога на црвен, нарушил. Готов си. Ама чекаш. Ете и јас чекам. Сега семафорот знам дека не е за да се помине, за да се чека. Ама има кои не го чекат, не го. Сака преку него. Да. Сака. Желни се луѓето за слобода.
да не чека. Екстравагантни да бидат, да има се. Законот на законијето. А може некогаш без семафори? Не. Не може. Не може, не може. Ама јас каде што бе по едно место, па ако имаше црвен, ќе одеше там тик на дугмето и се менуваше боја. Значи, тие сфатиле дека не се важни зидовите, туку се важни луѓето. Ама ете, нема шанса тука. Пробав еден ден, се растрчав да барам. На семафорот немаше думе. Ама ете, даде Господ свет на зелено и поминам. Ама некои пријатели ме предупредува ставно. Абе, помине ако овде Балкан, не знам. Не би сакал. Не би сакал. Знаеш, зелената боја носи радост во чекањето. Ако не е зелено, нема пролет. Нема пролет. Ска прамвера. Прамвера но вешаме куќе, апсолутно киши. А тата куќе, ондова не е тарафај нешто колка. Ама, да ќе кажам ѓурт куќе по, но без семафор. Ѓура е куќе është символ, ама nuk është simbol për t'i bërë njerëzit në... Këta të mureve, sidomos e kanë qejf të kuqe. Është gjyrë ndalese. Mbase ngjyra e kuqe është ngjyrë mbretërore. Ngjyrë mbretërore. Crveната боја. Царска боја. Царска боја. Ама, овие што сакаат зидови, ја присвоиле таа боја и стално сакаат да се исповетуваат со црвената боја. Нема. Се обидоја со портокала или нешто да... Ама не беше црвено се. Не беше црвено. Жалам случај, ама јас, мојот водилник, зелен, чува. Да. Зелената боја е радост. Кој не знаел, нека научи. Му се радувам и на црвената боја. Затоа што и јас и некој друг со чекање не сме го создали тоа. Некој друг ги создал бој. Ама присвојувачите на бој неки се соочат со некој. Со некој ќе се соочат. Затоа што единствена светлина која сега ја гледам и која ме осветлува е таа. Таа е. Не знам вас. Гледате ли некоја друга светлина во мракот која е создадена? Не. Може би? Не знам. Ама ако мислите дека ламбадарите и не знам какви рефлектори се светлина и боја, не можам веќе и да ја опишам. Ама чекам. Чекам и ќе продолжам да чекам.
сложува некој со мене, јас знам. Филозофијата на подмуклост кај луѓето е развиена. Така да, некој ќе рече, ајде бе, овој, шипинки, вечерва овде, труби. Абе, и тие ќе трубат еден ден. Во дует, во трио, во квартет, квинтет, не знам како. Страшно ќе биде тоа. Да. Тоа ќе биде нешто фантастично. Ама фантазијата се развива кај човекот кога е свесен и кога гледа со духовни очи. А ако гледа со наочари како мене да се приспособи на околината, ќе гледа, ама не е тоа. Знаете што? Навиката за чекање е нешто прекрасно и пријатели од далеку ми викат, еј, не се грижи бе што чекаш. Не се грижи. Не можеш да го одредиш крајот ти. Кој си ти? Крајот ти го одредува некој друг. Ама ете јас, откако ќе заминам од овде, пак ќе чекам. Ќе продолжам да чекам, немам друг избор. Ќе чекам да патувам, ќе чекам да се враќам, ќе чекам да ме казнат, ќе чекам да ми дадат работа, ама ете не ми дават. Ама јас сам си работам. И што не ќе чекам? Не знам. Некоја друга сила дозвола знае што. И за мен и за вас. Лехто ти кој тјанга кој ще ти са. Ете тоа ще. Ти си е на чарше, но ќе там на реф. И у едини са рефека, ка рефе те мушта те ќера. Ка рефе ме мурека. Уну ки тако јас не рефе. Не му припаѓам на ниједен круг. И не сакам. Ека затоа чекам. Ама се обстречам. Што чекам? Драго ми е што чекам. А би ми рекол и вас, драги мои, да чекат. Кој чека? Ке дочека. А што ке дочека? Не знам да ви кажам. Баба ме вереше што ќе постелите, ако постелите нешто квалитетно ќе спиете царски, ама а ако постелите стрниште, тоа ќе спиете. Ќе спиете, ама како ќе спиете, ќе спиете. Важно ќе чекам. Ќе продолжам да чекам. И јас ќе чекам. Не знам вие што ќе правите. Но чекањето е злато. Чекањето е злато. Сепак има луѓе кои сакаат да слушат за чекањето. Сепак има луѓе. Насреден ги барал со фенер денски, за да ги најде. Ама има. И се радувам на тоа. Драги мои, јас продолжувам да чекам. Ви пожелувам угодно чекање. Përshëndetje miq të Dibra TV-s, ne sonte jemi në manastir me rastin e festës së alfabetit. Pranë meje është zoti Fërgim Demiri, i cili sonte përpara publikut të manastirit ka shfaqur dramën Pritja. Zoti Fërgim, është kënaqësi që kemi pjesë të Dibra TV-s. Ju lutem na sqaroni pak përse ky titull simbolik në këtë dramë.
Përshëndes televizionin tuaj dhe auditoriumin, gjithashtu shikuesit. Pritja është një temë e cila ka ngarkuar gjithë botën. Është një temë e cila duhet trajtuar nga shumë autorë të tjerë, edhe artista, jo vetëm nga unë, po ishte një mekanizëm artistik që duhet ta përdor, nga shkaku se dikush edhe në jetë të shtyn të presish ndonjëherë. Unë kam migruar për 15 muaj jashtë vendit dhe derisa isha atje, një pjesë të monodramës të cilën e produkova vetë këtu, e kam shkruar në afërsi të një kanali në një qytet të Suedis dhe atje kam marrë inspiracionin për të shkruar një temë ndoshta mund të jetë edhe banale, por është konkrete dhe është një ndër temat të cilat sot në botë kanë atë domethënien e vet, sepse bota është së ngarkuar me pritjen. Njerëzit presin për gjëra banale, janë imësira, po presin kush pret. Domethënë krijimi i panklasave, i shtresave dhe i dominimeve krijon që në mendjen e njeriut dhe në mendjen e artistëve të krijohet një balancë dhe të shkruajmë vepra të cilat ja siç ishte kjo sonte, pra kjo ka shumë domethënie, nuk është vetëm se kur përmenda murin këtu, përmenda muri sepse bien murat, domethënë bëhet fjalë edhe për murin ton që neve na ndan. Ka simbolikën e vet, edhe kështu që është krijuar një tezë se njerëzit nuk mund të paragjykojnë se pritja ndonjëherë ju sjell ndonjë rezultat, apo thjesht pritja mund të zgjasë edhe me sheku, siç na zgjat neve, pritja konkretisht, por është një temë e cila duhet të trajtuar patjetër. Kjo është promovimi i parë i kësaj drame që bëhet? Po, kjo është promovimi i parë, bëhet për shkak të festës së alfabetit, sepse djepi i kulturës shqiptare ndodhet këtu dhe të gjithë ata që kanë haruar se në manastir janë krijuar gjërat madhështore të një kombi, atëherë le të përkujtohen se megjithatë neve presim që diçka të ndryshojë, diçka të zhvillohet dhe titulli është simbolik dhe ju e sqaruat këto, por përse pikërisht kjo monodramë u shfaq në 2 gjuhë? Shikoni, neve shqiptarët duhet të tregojmë një dinjitet të gjerë dhe të jemi civilizues, nga shkaku se në mjediset ku janë të përzjera duhet vepruar ashtu, nga se unë jam dhe njoh si gjuhës maqedonase, i njoh dhe gjuhët ballkanike dhe njoh dhe gjuhët ish Jugosllavisë, por ka një domethënie më të madhe, sepse pikërisht bëhet fjalë për shqiptarë ortodoks të cilët i ka gëllditur koha dhe kanë dëshirë të kthehen në trungun e vet, dhe ata kanë dëshirë që ta përcjellin këtë monodram, dhe për këtë shkak që ta kuptojnë, sepse e kanë humbur kontinuitetin, kam qenë i detyruar që ta bëjnë në 2 gjuhë. Dhe në qoftë se ka nevojë do të shfaqet në mjedisje të përzjera gjithashtu në 2 gjuhë përsëri, por teksti themelor i monodramës është në gjuhën shqipe, kështu që kur të vizitohen mjediset ku janë të pastra etnikisht shqiptare do të jetë në një gjuhë. Dhe kjo është një domethënie që është puna ime, të cilën kam pas si zell për ta treguar, sepse neve duhet njerëzive t'ju ndihmojnë të kthehen në trungun e vet. E qartë. Më thoni pak kush është kujdesur për skenografinë dhe sa kohë ka shkuar përgatitja e kësaj drame? Për skenografinë kemi punuar bashkë me një djalosh, i cili quhet Zlatko. Ai më ka ndihmuar shumë për gjithë këtë që e shikoni këtu. Por ideja kyçe kryesore ka qenë imja, edhe më ka ndihmuar edhe një shoqja ime Biljana, e cila është farmacete dhe ka prejardhjen tonë, megjithatë. Dhe kështu që
është një kënaqësi kur dikush do të tregoj veten dhe ta gjej veten prej ku buron, t'i kthehet burimit. Dhe skenografia ka qenë aq e thjeshtë, mund ta shihni se bota bardhësi megjithatë dominon, dhe kjo botë bardhësi është ajo që më ka shtyr mu të mbështetem në pritjen. Sepse pritja megjithatë shumë autorë tonë shqiptar kanë shkruar, por megjithatë ka shkruar edhe një autor maqedonos për pritjen, ka një vepër të mrekullueshme të cilën e kam lexuar unë dhe më ka dhënë një vullnet dhe më ka dhënë një ide që të mund të balancohem punët dhe të shkruhet ashtu siç duhet të shkruhet. Atëherë zoti Forgim, ne jo rastësisht kemi ardhur në televizion nga Dibra TV. Na thoni se çfarë ju lidh juve me Dibrën? Ka shumë gjëra që më lidhin me Dibrën, po më shumë ti më lidh me Dibrën që unë kam një shoqëri aq të zhvilluar atje, njerëz me të cilët kam bashkëpunuar. Njëri nga ata është edhe Sazan Papraniku, i cili kemi qenë bashkëkryetar në shumë sfera, po edhe në sferën e kulturës, kështu që gjithashtu më lidh edhe me Jakub Markën edhe me shumë të tjerë të cilët më kanë ndihmuar mjaft dhe kemi bërë vepra siç jemi duke bërë akoma. Dhe më merr mendja që derisa kemi një damar që na lëviz, ne akoma do të vazhdojmë dhe do të punojmë në këtë drejtim dhe do të zhvillojmë atë që kemi humbur, se dikush me të vërtetë na ka ndihmuar, dikush që të jemi kaq të përçare, kaq të larguar, por megjithatë arti, kultura, edhe vullneti i zjarrit i diturisë bën që njerëzit të jenë bashkë, dhe kështu që unë asnjëherë nuk do të ndahem nga Dibra. Kjo do të jetë një nga qëllimet mirë se erdhë në manastir. Çfarë na lidh manastirin me Dibrën është një histori shumë e gjatë. Një nga historitë është historia e shkronjave, por në ditën e historisë së shkronjave, Elezi Sufi, me kalorësinë e tij prej qindra ushtarësh, erdhi dhe duheshte dikush ta mbronte mbajtjen e kongresit të manastirit. Dhe Dibra i qëndroi pranë manastirit, ndërsa manastiri i qëndroi Dibrës dhe gjithë kombit shqiptar me atë që i adhuroi ABC-n e shkronjave. Tani Forgimi është edhe Dibrani jonë. Pra është i lidhur ngushtë me Dibrën. Ndërsa ajo që na lidh edhe me Forgimin është periudha e thyerjes së atij muri që ai e tha, dhe ai mur u thy dhe u shemb, u derdh, u shkapërderdh në vitet 90-ta, dhe Forgimi me atë lëvizjen shqiptarëve të vitet 90-ta deri në vitet e 2000-ta, dhe tash koha tjetër më sikur na lodhi dhe u detyruam shumë manastirli dhe shumë dibranë që t'i qasen edhe mërgimit, dhe Forgimi është pjesë e atij mërgimi. Mirë po, ajo që e shfaqi sonte pritën edhe në digju, mos harrojmë se shumë shqiptarë këtu në qytetin e manastirit, jo dhe rastësisht ban edhe një nofkë Forgimi Nobel manastirli, janë familja qiriazve, ata që hapën në dyert për vendosjen e shkronjave, dhe shumë familje që përmendi edhe një shoqe, Biljana dhe të tjerë, janë shqiptar, por të cilat koha i futi që ata të presin, dhe një ditë ai mur të shembet dhe gjua shqipe përsëri të luzoj këtu në manastirin e lashtë. Që na thua. Kam kënaqësi të veçantë që miqtë e mi erdhën, dhe sidomos televizioni juaj që erdhën dhe përcollët këtë ngjarje, megjithëse madhështia më e madhe është ajo që Dibra ka prioritetin që mund ta transmetoj gjithë këtë. Dhe ma merr mendja se të gjithë ata që i kanë ftuar si media ta përcjellin dhe ta ndjekin këtë ngjarje madhështore, do të jem pishman nesër pas nesër kur do ta shohin rezultatin e këtij eventi që sonte u zhvillua këtu. Të Forgim, për ne ishte kënaqësi dhe ju urojmë shumë suksese si në karrierën, në punën, edhe pse jo, kjo dramë që të shfaqet edhe në Dibër. Po jam gati, kemi biseduar edhe me Sazanin për ardhjen e monodramës në Dibër, dhe do zoti që së shpejti të ndodhë që edhe në Dibër të shfaqet monodrama, pritja. Le ta shpresojmë. Miqtë e Dibra TV, ne do shohim sërish në programet dhe manifestimet të tjera të radhës.